Live from Tirana. Live from Tirana. You Are My Home nga Benson Boone featuring Sia në rikthen sërish në transmetim të drejt për drejt 11:21 është ora eksakte në këtë moment. Besoj regjia më ndihmon dhe më konfirmon se kemi në një lidhje të drejt për drejt Ardit Gavanin apo jo Ardit Gavani, eksperta e tij e mik i këtij programi tashmë. Mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se gjej, si gjithmonë kënaqësi. Si je ti? Mirë, gjithmonë mirë. Çfarë bëhet nga bota juaj virtuale? Ka ndonjë zhvillim të rëndësishëm për post pyetjeve që unë do të bëj sot dhe temës që të kam ftuar apo ende? Nga bota virtuale ka jo çdo ditë, po çdo milisekond ngjarje, që është e pamundur dhe ne ti ndjekim, do të thotë që punojmë, do të thonë me këtë fushë. Qartë. Mirë, pas sa zëm pa gripim duket. Po, edhe ne IT-t. Edhe ju IT-t prekeni nga virozat, ë? Po, nga jeta reale ose nga virozat prekemi, kështu që. Qartë. Ardit më lejo të lexoj një lajm për ta bërë pak më të qartë edhe për dëgjuesit, sepse qeveria australiane po përgatitet të zbatojë një nga masat më të rrepta në botë kundër përdorimit të mediave sociale nga të miturit. Duke filluar nga 10 dhjetori i këtij viti, fëmijët në moshën 16 vjeç do t'u ndalohet të hapin ose të kenë llogari në platforma të mëdha si Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X dhe YouTube. Kjo do të jetë hera e parë që një vend ndërmerr një ndalim të tillë në shkallë kombëtare për këtë grup mosh. Ligji i ri detyron kompanitë e mediave sociale të marrin masa të arsyeshme për të verifikuar moshën e përdoruesve dhe për të parandaluar qasjen e fëmijëve nën 16 vjeç. Madje nëse kompanitë nuk e respektojnë ligjin, ato mund të përballen me gjoba deri në $50 milion australiane ose rreth 28 milion euro. Lajm i mirë apo lajm i keq? Unë do të thoya që është lajm goxha i mirë. Pse? Është fakt, do të thonë arsyeja pse është bërë, do të thonë, dhe kaq e famshme si lajm, do të thonë sepse është një ndër hapat e parë konkret që një shtet kryen nga ana ligjore për një farë rregullim, do të thonë, të rrjetet sociale të rinj. Nuk është i vetmi, dua ta theksoj, do të thonë, sepse kemi pasur për shembull përçapje edhe për shembull nga shtete si Italia, Suedia, Malazia, etj, deri te Greqia për shembull që kemi fshinë. Si kanë komunikuar, do të thonë, në një formë shumë të ashpër me rrjetet sociale, duke kërkuar sigurim më të lartë në ngritjen e moshës minimale të llogarive që kanë një trajtim të veçantë. Për shembull, Norvegjia po kërkon në mënyrë shumë aktive ngritjen e moshës nga mosha 13 vjeç në 16 vjeç. Pasi është parë një ndikim, do thosha, ekstremisht shumë i lartë, që këto rrjete sociale kanë jo vetëm mbi adultët, do thosha unë, po edhe do thonë është më tepër shqetësuese tek të vegjëlit, më thonë tek moshat e vogla. Unë do shkoj aq larg, domethënë se ne kemi qenë intervista dhe më përpara për tema e tij dhe unë kam vite në media që flas për rrezikun në rrjetet sociale, për shembull kam qenë goxha pro edhe mbylljes për shembull të TikTok në Shqipëri, ku kam bërë për shembull shumë miq dhe kolegë që janë rebeluar, më thonë që unë mbroja, domethënë këtë gjë si vendim. Unë do shkoj aq larg sa që do I konsideroja rrjetet sociale roni si armë kibernetike. Do thonë janë realisht armë kibernetike, të cilat nuk kam i vetë, domethënë që I konsideroj kështu sepse ka inteligjencën amerikane që ka shprehur këtë gjë. Ke departamentet sigurisë online në NATO që shprehen që janë përdorur disa herë për fushata disinformimi me efekte shumë ekstreme dhe jetën reale, dhe ka një ndikim shumë të fortë dhe te ne adultët. Nuk e di nëse në rast se njerëzit e kanë vënë re, por është një efekt domethënë që mund ta vësh re shumë qartë nëse fillon të distancon pak veten nga interneti dhe rrjetet sociale, që nëse ti flet roni me miq në del në për kafe ose flet me njerëz, kolegë etj, do shikosh në një etapë të caktuar, nëse po shtyhet një fushatë të caktuar online, automatikisht ti ke njerëzit me mendime copy-paste. Do të thotë ti ke njerëz që mendojnë dhe flasin. Pra nuk shkojnë përtej dhe efekti për të imponuar informacionin është I madh. Mirë, qartë, bukur I vendimi mrekullueshëm që ka marrë qeveria në Australi, por pyetja ime është si do t'ja dalë?
Ka mekanizma, e kuptoj që se ka pasur shumë pyetje që nga do kuptohet për shkakun që dikush është vërtet 15 vjeç, sepse ai thjesht thotë që është 18. Dhe ajo çfarë shumica i referohen, domethënë është pjesa e pyetësarit kur ti hapi llogari. Dhe pyeta është për moshën dhe personi e vetë vendos moshën duke thënë batigjen e tij. Në këtë rast më të bëhet me kartën ID, me një dokument, por pyetja është nëse këto rrjete sociale vendosen të hapen për fëmijët e tyre në mënyrë për të shpëtuar përgjegjësisë prindërore. 100% nga prindërit, se nuk janë të rasta rrallet, nuk e di se funksionon në Australi, por në Shqipëri që shpesh fëmijët lihen me një anë kafe, prindërit vazhdojnë muhabetet për telenovelat dhe për Big Brotherin dhe fëmia rrin në TikTok. E kupton, për të mos pasur përgjegjësi. Shpeshherë japin dhe TikTokun e vet, domethënë. Japin dhe TikTokun e vet për të bërë scrolling, e kupton? Kështu që si do të bëhet lufta e edukimit në këtë rast. Ka patjetër, domethënë në fund të ditës çdo gjë, unë prandaj e përmend domethënë dhe ekstremisht, domethënë e forcova shumë domethënë si mendim që na ka ndikuar dhe ne adultëve. Dhe edhe prindrit domethënë nuk e kuptojnë realisht shumë fort rrezikun që këto rrjete sociale kanë dhe konsiderojnë si diçka thjesht argëtuese dhe të padëmshme. Ka një debat online që a duhet lejuar kompanive verifikim me fytyrë në kohë reale. Interesante si ide, po. Facial recognition. Dhe kjo lidhet në fakt edhe me idenë e ID-ve digjitale që që më është dëgjuar dhe me sa lexova domethënë edhe në pjesën e ligjit domethënë të Australisë, po qoftë edhe Norvegjisë dhe Italisë dhe shteteve që përmenda, janë duke e konsideruar që në fakt nëse një telefon për shembull i kalohet një të mituri, në kohë reale telefoni e kupton që nuk ka moshën e duhur, nuk është personi që ka llogarinë dhe automatikisht për shembull llogaria bëhet logout ose bllokohet. Ose nuk ka akses për të futur fare. Kjo për shembull ishte një metodë shumë interesante. Mendon që duhet të implikohet edhe në Shqipëri diçka e tillë? Patjetër. Unë do të thënë e kam thënë edhe më parë që Shqipëria duhet të marrim, edhe pse ne jemi vend i vogël, dhe ndoshta nuk kemi interes kaq shumë të lartë nga ato super platforma, do thosha mbretëri online. Do të thotë që duhet shtym komunikimin me ato platforma në mënyrë që dhe ne të marrim masa shumë më konkrete. Për shembull, edhe mbyllja TikTok në Shqipëri, domethënë do po i afrohet data që vendimi mbaron, sepse vetëm për një vit. Dhe duhet kur mbaron ky si vendim se nuk e më kujtohet, po diku në fund të këtij viti, mos gaboj apo? Në mos gabojmë, po, është në fund të këtij viti. Në fund të këtij viti, po, mund të zgjedhin dhe edhe ta shtyn, domethënë nuk jam i sigurt. Por zgjidhja është të merr në fakt hapa më konkret jo vetëm për TikTokun, por edhe për platforma tjera. Po, kemi parë plot fëmijë nëpër lagje që përdorin TikTokun me shkarkimin e VPN-s edhe mund të themi që kemi dështuar me sukses për këtë gjë. Mirë, Ardit, do të shkojmë vetëm në pak minuta reklama, do të qëndrosh aty sepse me që të kam sot në program në thonjza po të shfrytëzoj edhe për të diskutuar për një temë tjetër shumë interesante, gjenerimi i videove me AI. Domethënë është e frikshme për shkak se është vetëm nisja e tyre dhe videot janë gati 100% të besueshme dhe pyetja ime Ardit Gavani është çfarë do të ndodh pas 5 vitesh me videot AI? A do të kemi ne, a do të futemi ne në social media dhe do të shohim vetëm video të gjeneruara me AI dhe nuk do dim të bëjmë diferencën nëse kryeministri i vendit po e ka thënë vërtet të deklarata apo është deklaratë me AI? Çfarë rreziqesh na presin me videot AI dhe drejt kujt jemi duke shkuar që në optikën time është e shkurtër, në e frikshme. Qëndro aty, rikthehemi shumë shkurt në program. Jemi live në Live from Tirana, 11:31 është ora eksakte në këtë moment. Unë Ronaldo Shargan dhe Danko DJ për të xhamit me ne vazhdon të jetë në një lidhje telefonike direkt drejt për së drejti Ardit Gavani, ekspert IT dhe përpara se të shkëputeshim në reklama, po diskutonim për pos vendimin të qeverisë australiane për të ndaluar përdorimin e social media për fëmijët nën 16 vjeç nga data 10 dhjetor.
Përpara se shkëputeshim, hapëm temën e diskutimit për videot AI dhe rrezikun e tyre. Ardit, mund ta shpjegojmë një herë se çfarë janë konkretisht videot AI, me çfarë prodhohen, gjenerohen videot AI, kush mund të ketë akses për të bërë video AI, çfarë është në thelb video AI, ma shpjego pak. Më thënë, unë e di, po për ta shpjeguar më gjërë për masën. Po, video AI, do thonë, bazohet në një teknologji të quajtur CGI, CGI, e cila qëndron për Computer Generated Images, do të thonë imazhe të gjeneruara kompjuterikisht. Video të cilat janë modifikuar në mënyrë kompjuterike, kanë ekzistuar edhe më parë, do të thonë në jetën tonë, thjesht me bërjen trend të inteligjencës artificiale, është dhe një mjet shumë më i shpejtë dhe shumë më i avancuar, sepse ky proces është automatizuar. Domethënë, nëse për shembull më përpara do duheshin shumë eksperts, editora, videografër etj që të krijonin për shembull një pamje të një filmi që Brad Pitt po luftonte me disa alien, një sken. Këtë gjë mund ta bëj shumë thjesht një 15 vjeçar, domethënë nga kompjuteri i tij, duke përdorur një program falas online. Ku mund të bëhen videot e AI, Ardit, në ChatGPT apo? ChatGPT ka, më thonë, një shërbim të vetin, po mjafton më të kërkohet AI video generator në Google dhe ke shërbime pa fund. Njëra me një se tjetra, njëra që përmirësohet çdo ditë më shumë se tjetra. Disa janë falas ose të lejojnë deri një farfazë falas, disa të tjera janë më pas në pagesë, po janë do të thekë që janë pagesa minimale. Më thonë janë shumë të hapura. Tani, mua më ndodh shpesh Ardit që të afërmit e mi ose njerëz që takoj random rastësisht në kafe apo ku ta di unë, nuk e di a ke parë, ekziston një trend videosh virale në Shqipëri, sikur bën intervista me moshat e treta dhe kjo mosha e tretë i përgjigjet gazetares me një fjalor eksplicit plus 18 dhe më pyesin të shokuar se si ka mundësi që ky brez më thonin mua ka luajtur fare me këtë lloj fjalori. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them me këtë që vetëm në startin e saj gjenerimi i videove AI për një moshë të caktuar dhe jo vetëm ka arritur të bëhet i besueshëm. Dhe çdo gjë si në jetë ashtu dhe në teknologji avancon dhe kjo nënkupton që pas disa vitesh videot e AI do të jenë ende më të besueshme. Çfarë rreziku na pret ne në të ardhmen me videot e AI? Është në fakt shumë e bukur, do të thënë lidhja e temës me temën e parë që po flisim Roni, sepse shkojnë paralelisht bashkë. Arsyeja pse, më thonë, kemi dhe çështjesin kaq të lartë me rrjetet sociale, është edhe hyrja e këtyre videove, e cila nuk shoqërohet pa rrezik. Krijimi, dhënia një mjeti të tillë për krijimin e videove faqse kaq thjesht, ndikon në mënyrë shumë më ekstreme tek njerëzit, tek disinformimi etj. Unë do të thoya që nuk janë vetëm mosha e tretë që ndikohen, do të thonë absolutisht mosha e tretë është më vulnerabël ndaj mashtrimit, por unë do përmendja dhe të rinj, do të thonë që janë, si thua, të shkolluar, të diplomuar, kanë një inteligjencë mbi mesatare dhe unë kam bërë shpeshherë, do të thonë që e kanë të vështirë ta dallojnë. E kanë të vështirë sepse do dërgojnë video që thuhet, shikoj për shembull çfarë sa filan person, ndërkohë që për mua që jam IT është mos e qartë që video është faqse, ndërkohë që ata luftojnë me mishë shpirt që nuk është. Tani do japim disa truke të vegjël për dëgjuesit si mund të dallojnë një video AI, se më ka ndodhur edhe mua që dhe shkam rënë pre e në thonjza për ta besuar një video, e kam parë disa herë, kam kuptuar, pastaj po si ta kuptojnë njerëzit nëse një video është i gjeneruar me AI, çfarë duhet të kem parasysh? Sot është një pyetje shumë e vështirë ta bësh. Domethënë është një pyetje që unë realisht nuk di, ma bëjnë shumë shpesh dhe nuk di çfarë përgjigje të jap. E ke thënë këtë si Bamir Tovi, kjo është një pyetje shumë e vështirë, po suzet ta janë. Jo, ka ishte vështirë sepse përpara ka pasur për shumë element dallues, për shembull nëse shikon dorën e një individi, do shikosh për shembull që ka 6 gishta ose 7 gishta. Do shikosh imazhe për shembull në background që shpërbohen imazhe, më të ka lëvizje, shikon për shembull një makinë që bëhet me 3 rrota dhe pastaj rikrijohet me 4 rrota. Problemi është që këto janë motor, si thua, që janë engines që AI në fazat e para që krijonin videot e para. Dhe unë sot kam parë video aq perfekte
nga AI, saqë siç e thashë më parë dhe ne veç merremi me IT e kemi një jetë vështirë të shikojmë. Këshilla ime që unë do jepja është dyshoni në mënyrë shumë të fortë çdo gjë që shikoni online. Thjesht përdorni diçka që në termin online quhet common sense, do të thënë logjik, thjesht logjikim. Dhe kuptoni për shembull që nëse shikoni një video të një grue të moshuar e cila po përdor fjalor eksplicit, shansi më i madh është që mos të jetë i vërtet. Sepse Roni është realisht dua ta aprecoj zakonisht shumë se kam parë dhe intervistat të tjera të kolegëve. Këto janë tema vërtet, më thonë, që e shqetësojnë shoqërinë dhe janë shumë të lakuara, por nuk vihet realisht gishti që publiku ta kuptojë se sa ekstremisht e rrezikshme është kjo situatë, më thonë. Sa e rrezikshme është kjo situatë ardit për të ardhmen, pra më shko pak pas 2 apo 5 vitesh. Sa e frikshme është? Në të ardhmen thjesht ashtu siç ka filluar shikohet që tani në jetën reale, do shikohet që njerëzit marrin vendime në jetën e tyre bazuar në ato gjë çfarë shikojnë online. Domethënë, nëse ke një fushat online e cila po shtyn maskilizmin ekstrem, gjëja që do ndodhi është që kjo është një efekt domethënë real që dhe unë e kam parë domethënë në shoqërinë shqiptare. Do shikosh njerëz që do flasin në mënyrë ekstreme për maskilizmin. Me njëta gjë dhe për femra e pavarura etj, më thonë ke fushata që janë shtyrë shumë. Ke protesta që njerëzit janë marrë dhe janë përfshirë në situata deri me probleme ligjore për kauza sociale, politike, të cilat janë shumë të ngarkuara emocionalisht për shkak të videove që kanë parë online, të cilat nuk e dinë se sa reale janë. Tani një pyetje. Kemi parë Kemi parë këngë të prodhuara me AI, pra edhe muzika edhe zëri. Madje një këngë virale, shumë virale u bë këtë verë, shihemi verën tjetër, pra kënga e vajza që këndon nuk ekziston, pra është zë i gjeneruar me AI. Dhe çfarë ndodhi, kjo kënga u bë hit, ishte në playlista shqiptare e të tjerë. Kemi parë reklama të gjeneruara me AI. Shumë faqe, biznesesh ardita tashmë nuk marrin më influencers, por marrin thjesht gjenerojnë foto apo video me AI kur reklamojnë biznesin e tyre. Ore, ky AI a rrezikon të zhduk shumë profesione që do të thotë mos ndoshta një ditë media, televizionet zgjedhin që gjysmat e prezantuesve gazetarëve të kenë real, gjysmat të kenë me AI të dalin të flasin aty, më kupton se ka më pak kosto. Ku ta di unë? Domethënë apo zëvendësohemi? Është pyetja? Ndryshimi i teknologjisë patjetër që sjell vdekjen disa profesione dhe madje edhe disa industrive. Do doja për shkakun të kujtoja njerëzve për shkakun që me hyrjen e internetit dhe bërjen masiv të internetit, u zhdukën kasetat, u zhdukën CD-t. Për shembull Google Translate, po shija një artikull që kishte rënë pothuajse fare përdorimi se përdorin chatin tashmë për të përkthyer. ChatGPT, po. Ka kompani shumë të mëdha, për shembull mund të përmend kompani si Kodak, që ka qenë një kompani shumë e madhe që prodhonte edhe aparate fotografike apo filma, e cila nuk është më sot në treg fare. Po, se i bëjmë me celular, po. Po, sepse bën me solar. Çdo epokë digjitale ka sjell hapjen e shumë mundësive, si dhe vdekjen e disa mundësive tjera. Kjo është thjesht element evolimi i shoqërisë. Unë do thosha që momentalisht nuk është shumë reale. Do thonë nuk duhet të trëmbe njerëzit nga humbja e profesionit etj, por është afërt. Ja marrin një prezantues për shembull Live from Tirana me AI, e kupton? Po, patjetër që do ndodhi, si duhet shikosh, më thonë të shikosh. Më duket Roni se kam një fast food lagje që kërkonte punojës. Po dëgjoj, po sigurt ai fast foodit të marrë një kështu punojës me AI. Po, mund të siç është Tesla Diner në Las Vegas, që ka marrë totalisht robot. Jo, është patjetër ne qeshim, por është diçka që do thosha ne mund të jemi brezi i fundit, Roni, që do shikojmë disa teknologji dhe metodika jete të caktuara, të cilat do zhduken njëherë për gjithmonë. Të tipit
Unë për shembull bëj shpesh, më thonë, për arsye biznesi, më thonë arsye pune dhe familjare, bëj shpesh rrugë në Amerikë dhe kam parë, sepse Amerika është më e ndikuar nga teknologjia dhe mund të them që sot dhe para 4 vite që hera parë, do të thonë që pash një supermarket i cili nuk ishte fare punojës. Ishte pjesë e rrjeteve Amazon Go, do të thonë të Jeff Bezos, ku ti futeshe dhe duhet krijoje një user dhe mund të merrje produkte nga rafti, pa dashur të komunikosh me punonjës. Nuk kisha kaf, thjesht merrje dhe dilje. Qartë. Për shembull kjo është një shenjë në thënë që jemi në hapat e parë të ndryshimit të mënyrës se si ne bëjmë blerje. Po shkojmë drejt një epoke të re. Kemi makina që janë të automatizuara që i vet japin. Po, me autoparkim, me të gjitha me radhë, po. Autoparkim, dhe mendoj që ne jemi brezi i fundit që do japi vet makinat. Mendoj që në të ardhmen e tjerë do fillesh makinë dhe do i plasësh më çop pak në qendër. Dhe makina do të çojë, do hiqet opsioni një herë mirë i dhënies së makinës. Mund të ketë makina të veçanta për situatë biznese të caktuara ku mund të japësh për qef, por besoj se në rrugë do është diçka që do zhduket. Kamarierët po ashtu është një profesion që do thosha në aeroport të Gjermanisë kam parë, do thonë para 4 vite që ishte një lokal i cili ishte komplet do thosha jo 100%, do thosha 90% stafit ishin robota që vinin vërdall dhe të sillnin porosin dhe kur ti duhet jete porosin të shtypjet e tabletit tyre. Këto normalisht, mos u zgjatëm, këto do bëhen shumë herë më të dukshme, do fillojmë, do fiks një pallë që ndoshta do kemi interaksion fare kur shkojmë dalim për pazar, sepse supermarketet do jenë bosh, restorantet do jenë me robots, dhe ndoshta të vetmi njerëz real do jenë ata që po darkojnë afër teje. Qartë. Mirë, zonja dhe zotërinj, ishim në një lidhje direkte jo me një IT të vërtet, por ai është prodhimi i AI, pra është një robot që komunikon me ne her pas here. Bëhet Roni. Fol faksi AI. Është pra Arditi është një robot i prodhuar nga Top Radio që komunikon me ne her pas here. Të falenderoj shumë robot. Gjithashtu kënaqësia është imja, do shkatroni, ç'është e vit. Ardit, të falenderoj shumë edhe për humorin e zi që her pas here ke, edhe për te batutave të uroj një ditë të mbar dhe patjetër do lidhemi her pas here në program për të diskutuar për më të rejat e teknologjisë, sepse në kohërat që jetojmë nuk i shmangemi dot. Falenderoj, përshëndes edhe një herë Ardit. Faleminderit, kënaqësi. Mirë, 11:44 është ora eksakte në këtë moment. Shkëputemi për pak muzikë sa të marrim frymë, të pim pak ujë, të hidratohemi dhe rikthehemi shumë shpejt në program.